Vedat Muriqi ka falenderuar tifozët për mbështetjen e madhe, pasi nuk arriti t'i mbante lotot pas golit ndaj Real Madridit. Ylli i Kosovës shënoi në kohën shtesë për t'i siguruar Majorkës pikët e plota kundër gigantit madrilen, gol që ishte i 19 në La Liga. Pas ndeshjes, Muriqi deklaroi se kaloi një periudhë të rëndë këto 2 javë, sidomos kur dështoi ta realizojë ëndrrën për t'u kualifikuar në Kupën e Botës me Kosovën. Edhe pse dukem shumë i rëndë dhe i shëmtuar nga jashtë, jam njeri. Këto 2 javë kanë qenë shumë të rënda për mua. E humba penaltin ndaj Elches në minutën e 92, pastaj shkova te kombëtarja ku e humba finalen për t'u kualifikuar në Kupën e Botës, që ishte ëndra e jetës sime. Mendova se ky sezon ka nisur mirë, por përfundoi keq. Por të shënoja këtë gol të bukur me rezultatin 2-1 është lajm fantastik. Edhe pse kam shënuar 19, ky është i veçantë sepse morëm një fitore të madhe. Faleminderit tifozëve, kishim mbështetje të madhe. Jam shumë mirënjohës për gjithçka që më keni dhënë dhe shpresoj të qëndrojmë në elitë. Ai ndër të tjera edhe përgëzoi lojtarët për paraqitjen e bërë, ku me plot merit mboshtën ekipin më të mirë në botë, Real Madridin. Të them të drejtën, kur bën kalkulimet para se sezonit nis, nuk e mendon se mund ta mposhtësh Real Madridin, por të marrësh 3 pikë ndaj klubit më të mirë në botë, nënkupton se ke luajtur një ndeshje të mirë. Jam shumë i lumtur, krenar për tifozët dhe bashkëlojtarët. Shpresoj të marrim 6 pikë në 2 ndeshjet e radhës kundër Rayo Vallecanos dhe Valencias. Majorka tani e ikën zonës së rrezikshme për t'u ngjithur në pozitën e 17.